Horoskopi ditor, e martë, 21 tetor 2025. Dashi. Sot ju motivon një dëshirë fort për të eksploruar dhe për të inovuar. Fal Marsit që ju shtym me energji të gjallë. Mund të lindin mundësi për të udhëhequr, duke kërkuar iniciativën dhe guximin tuaj. Pranoni rrezikun, por sigurohuni që impulsiviteti juaj të mos errësojë arsyetimin logjik. Marrëdhëniet mund të përjetojnë emocione të larta. Komunikimi i hapur do të parandalojë keqkuptimet. Shfrytëzoni energjitë qiellore për të filluar një projekt të ri pasioni ose për të rivlerësuar qëllimet profesionale. Financiarisht, optimizmi i kujdesshëm është aleati juaj. Investimet e mençura mund të hedhin themelet për stabilitet në të ardhmen. Nga ana e mirëqenies, kanalizimi i gëzimit tuaj përmes aktivitetit fizik jo vetëm që rigjallëron shpirtin tuaj, por edhe pastron mjegullën mendore. Nga ana sociale, përqafoni sipërmarrjet bashkëpunuese. Sinergjia me individ me mendje të ngjashme mund të përforcojë suksesin. Mos harroni, përqafimi i durimit dhe i të menduarit strategjik do ta pasurojë udhëtimin tuaj, duke fuqizuar shpirtin tuaj unik të dashit që të shkëlqejë shkëlqyeshëm gjatë gjithë ditës. Demi. Universi inkurajon vetë analizën sot. I rrënjosur në energjinë venusiane, përqendrohuni në përmirësimin e hapësirës suaj personale. Merrni në konsiderat rinovimet ose gjallërimin e saj me prekje artistike. Harmonia emocionale arrihet përmes angazhimit të qëllimshëm me të dashurit, duke u ofruar atyre mbështetje ose vëmendje të thellë. Profesionalisht, vendosmëria e shoqëruar me një qasje diplomatike mund të zhvendosë përpara projektet e ndenjura. Siguria financiare është në qendër të vëmendjes. Vlerësoni zakonet e shpenzimeve dhe merrni në konsiderat skemat e kursimit të kujdesshëm. Nga ana shëndetësore, merruni me aktivitete themelore, duke ju lidhur me natyrën për qetësi dhe qartësi të brendshme. Takimet shoqërore mund të japin njohuri ose mundësi të papritura, afrohuni atyre me një mendje të hapur. Mos harroni, shfrytëzimi i përvojave shisore rrit mirëqenien tuaj, duke ofruar një pushim shumë të nevojshëm nga streset rutinë. Përqafoni rritjen, duke kuptuar se cenueshmëria në ndarje çon në lidhje të forcuara. Përdorni durim dhe këmbëngulje ndërsa lundroni në vallen kozmike të sotme, duke siguruar që progresi të jetë në përputhje me qëndrueshmërinë tuaj të palëkundur të demit. Binjakët. Sot do të flasim për lulëzimin e komunikimit në ndikimin e Merkurit. Dhurata juaj për artikulim shkëlqen, duke e bërë këtë një moment të përshtatshëm për negociata, prezantime dhe rrjedhëzim. Mendërisht ju jeni të shkathët duke analizuar ide komplekse me lehtësi dhe duke ofruar zgjidhje inovative. Në marrëdhënie, përshtatshmëria juaj nxit lidhje më të thella. Megjithatë, sigurohuni për autenticitet emocional për të ruajtur besimin. Profesionalisht, dialogët dinamik dhe shkëmbimi i ideve mund të çojnë në përparime, por keni kujdes që të mos e teproni shumë. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e portofolit tuaj, duke u mbështetur në kuriozitetin tuaj të lindur dhe aftësitë kërkimore. Për shëndetin, balancimi i aktivitetit mendor me praktikat restauruese, si meditimi ose yoga, do të rrisë mirëqenien tuaj. Shoqërisht, angazhohuni në biseda stimuluese, duke pasuruar perspektivën tuaj dhe duke zgjeruar rrjetin tuaj. Mos harroni, komunikimi efektiv dhe vendosja e kufive të qartë janë çelësi për të lundruar me sukses sot. Shfrytëzoni natyrën tuaj të dyfisht, duke përqafuar si aspektet intelektuale ashtu edhe ato intuitive që e çojnë shpirtin e binjakëve përpara. Gaforria. Ndikimi qiellor i sotëm inkurajon kujdesin si për shtëpinë ashtu edhe për zemrën. Prekja e butë e hënës amplifikon intuitën, duke udhëhequr shkëmbimet emocionale dhe çështjet familjare. Nxit harmoninë duke adresuar konfliktet e kaluara me dëmshuri. Shërimi është i arritshëm. Në aspektin e karrierës, përparime delikate por strategjike përputhen më mirë se sa taktikat e fuqishme. Instinkti juaj për të krijuar një hapësirë pune të rehatshme rrit produktivitetin. Lindi njohuri financiare, dëgjoni intuitën tuaj kur vlerësoni investimet. Jepini përparësi mirëqenies emocionale, duke u angazhuar në aktivitete që ofrojnë rehati dhe ngushëllim. Ndoshta një hobi të ri ose tërheqje në natyrë. Ruhuni nga mbingarkesa emocionale duke vendosur praktika të kujdesit për veten. Ndërveprimet shoqërore mund të paraqesin mundësi për një kuptim më të thellë. Megjithatë, zgjidhni cilësinë mbi sasinë në lidhje. Përmbushja vjen nga forcimi i lidhjeve dhe pranimi i arritjeve personale. Mos harroni, natyra juaj empatike është forca juaj. Lejojeni atë t'ju udhëheq drejt një dite me përparim të butë, duke balancuar shpirtin tuaj të kujdesshëm me veprime praktike dhe të bazuara. Luani.
Kozmosi ju dhuron një moment në qendër të vëmendjes sot, duke nxitur një shfaqje kreativiteti dhe vetëshprehjeje. Indikuar nga energjia e diellit, shfrytëzoni karizmën tuaj natyrore në mjediset profesionale për të frymëzuar dhe motivuar të tjerët. Çdo projekt bashkëpunues përfiton nga talenti juaj udhëheqës, por qëndroni të hapur ndaj kontributeve të ekipit për të nxitur kohezionin. Perspektivat financiare mund të zgjerohen. Përdorni diskrecionin në mundësitë që luajnë me pikat tuaja të forta. Aktivizimet shoqërore paraqesin një fazë dinamike. Përgatituni të ndani talentet tuaja unike, duke qenë të kujdesshëm për të balancuar vëmendje me përullsinë. Marrëdhëniet lulëzojnë në shkëlqimin tuaj të ngrohtë. Megjithatë, sigurohuni që dëgjuesit të ndihen po aq të vlerësuar. Nga ana shëndetësore, përqafimi i vitalitetit përmes aktiviteteve angazhuese rifreskon si trupin ashtu edhe shpirtin. Vetmia e qëllimshme ofron qartësi mes ritmit tuaj të gjallë. Sot, vendimet e guximshme dhe gjestet e përzemërta nxjerrin në pa ditën tuaj, duke avancuar ambicjet dhe rritjen personale. Mos harroni, autenticiteti dhe vetëdia e mbajnë shpirtin tuaj të luanit elastik, të sigurt dhe gati për të shkëlqyer në çdo sfidë. Virgjëresha. Preciziteti dhe organizimi janë aleatët tuaj sot. Të nxitur nga ndikimi i Mërkurit, planifikimi metodik përmirëson si përpjekjet profesionale ashtu edhe ato personale. Adresoni sistematikisht detyrat e pezulluara me vëmendjen tuaj të kujdesshme ndaj detajeve, duke siguruar që efikasiteti të çojë në rezultate të dobishme. Financiarisht, merrni në konsiderat shqyrtimin e buxheteve për të optimizuar kursimet dhe investimet. Në marrëdhënie, komunikimi lulëzon në qartësi dhe sinqeritet. Ofroni reagime konstruktive, duke kultivuar harmoninë në vend të kritikës. Përfitime shëndetësore kur integroni rutina të strukturuara të mirëqenies. Balanconi përpjekjet mendore me aktivitete që ulin stresin, siç është meditimi. Në aspektin shoqëror, rrjedhëzimi mund të japë njohuri të vlefshme, ndërsa qasja juaj pragmatike fiton respekt dhe admirim. Shmangni analizën e tepërt, e cila mund të shkaktojë ankth të panevojshëm. Në vend të kësaj, argëtohuni me spontanitet me kontroll. Sot ka të bëjë me shfrytëzimin e aftësive tuaja analitike për të përmirësuar proceset. Mos harroni, mbështetja në praktikë i lejon shpirtit tuaj të zellshëm të virgjëreshës të nxisë përparim domethënës dhe të ruaj stabilitetin mes baticave dhe zbaticave të jetës, duke ju udhëhequr me saktësi të qetë. Peshorja. Sot, harmonia është ndjekja juaj në udhëheqjen e hirshme të Venusit. Në marrëdhëniet personale, kërkoni ekuilibrin përmes dialogëve të hapur dhe kompromisit të drejtë. Profesionalisht, diplomacia është aseti juaj. Përdoreni atë për të lundruar në detyra ose negociata komplekse, duke siguruar që të gjithë zërat të ndihen të vlerësuar. Financiarisht, ekuilibri është thelbësor. Merrni në konsiderat shqyrtimin e shpenzimeve të fundit për të ruajtur mirëqenien monetare. Kërkoni frymëzim në sferat artistike, ndoshta duke eksploruar përpjekjet estetike ose përvojat kulturore që zgjojnë kreativitetin tuaj. Nga ana shëndetësore, përqafoni aktivitete që promovojnë ekuilibrin mendor, të tilla si yoga ose tai chi, duke nxitur paqen e brendshme dhe vitalitetin fizik. Takimet shoqërore ofrojnë platforma për angazhimin e ndërveprimeve. Megjithse mos harroni të ushqeni kufit personal. Karizma juaj tërheq mundësi, sigurohuni që vendimet të përputhen me vlerat thelbësore dhe aspiratat afatgjata. Sot ka të bëjë me nxitjen e unitetit, ku empatia dhe takti ju udhëheqin drejt zgjidhjeve paqësore. Mos harroni, arritja e ekuilibrit të duhur dhe përqafimi i drejtësisë siguron që shpirti juaj i peshores të lulëzojë në harmoni, madje edhe me sfidave të mundshme të jetës. Akrepi. Sot intensifikohet ndërsa Marsi ushqen ambicjet tuaja dhe Venusi ushqen thellësitë emocionale. Zhytuni në detyra me vendosmëri, por qëndroni të vetëdijshëm për fërkimet e mundshme në mjediset profesionale. Durimi dhe takti janë aleatët tuaj. Besojini intuitës suaj kur lundroni në situata komplekse ose merrni vendime të rëndësishme. Financiarisht shfaqen mundësi për transformim. Megjithatë, miratoni një qasje pragmatike kur vlerësoni rreziqet kundrejt shpërblimeve. Marrëdhëniet lulëzojnë me transparencë, duke synuar lidhje dhe mirëkuptim më të thellë. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjitë në aktivitete që sfidojnë si trupin ashtu edhe mendjen, duke nxitur lehtësimin e stresit dhe rigjallërimin. Në sferat shoqërore, joshja magnetike i tërheq të tjerët drejt perspektivave tuaja të thella. Sigurohuni që ndërveprimet të mbeten autentike dhe pasuruese reciproke. Përqafoni cenueshmërinë si një forcë brenda lidhjeve të ngushta,
duke nxitur rritjen dhe ripërtëritjen. Mos harroni, këmbëngulja juaj siguron që transformimi të përputhet me vlera thelbësore, duke udhëhequr shpirtin tuaj akrep drejt arritjeve kuptimplote dhe lidhjeve më të thella. Shfrytëzoni intensitetin e sotëm me kujdes, duke arritur përparim të brendshëm dhe të jashtëm. Shigjetari. Sot shpirti aventuresk brenda jush tërhiqet nga ndikimi i gjerë i Jupiterit. Angazhohuni me ide të reja ose eksploroni horizonte të largëta, qoftë përmes udhëtimeve mendore apo udhëtimeve reale. Profesionalisht, qasja juaj optimiste frymëzon inovacion dhe përparime, megjithse qëndroni të qëndrueshëm për të menaxhuar pritjet praktikisht. Financiarisht, investimet e mençura në arsim ose zhvillim personal pasurojnë sigurinë afatgjat. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes komunikimit të hapur. Ndani ëndra dhe aspiratat, duke i ftuar ata që janë afër për bashkëpunim mbështetës. Sa i përket shëndetit, përqafoni aktivitete në natyrë që rrisin entuziazmin tuaj për jetën duke ruajtur një rutinë të ekuilibruar. Në aspektin shoqëror, entuziazmi juaj tërheq takime pasuruese. Jini të kujdesshëm të dëgjoni, si dhe të flisni. Konsideroni zgjerimin e horizonteve tuaja duke përqafuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme. Mos harroni, shfrytëzimi i kuriozitetit tuaj natyror dhe njohurive filozofike ju udhëzon në eksplorimin e mistereve të jetës me mençuri. Lejoni shpirtin tuaj të shigjetarit të fluturojë lirshëm, duke u kënaqur me ndikimet qiellore të sotme që nxjerrin në pa potencialin dhe ndjekjet vizionare të integruara pa probleme me jetën e përditshme. Britsjapi. Saturni i disiplinuar i kushton rëndësi strukturës dhe përgjegjësisë sot. Profesionalisht, njohuritë tuaja strategjike i udhëheqin projekte drejt përfundimit me përpjekje dhe fokus të vazhdueshëm. Përqafoni role udhëheqëse, veproni me vendosmëri dhe prioritizoni objektivat e qarta. Financiarisht, buxhetimi dhe planifikimi sigurojnë stabilitet në të ardhmen. Merrni në konsiderat rishikimin e investimeve afatgjata me një sy të mpret për detaje. Marrëdhëniet lulëzojnë në besnikëri dhe qëllime të përbashkëta, diskutoni planet për të forcuar lidhjet. Përfitimet shëndetësore nga një rutinë e qëndrueshme. Sigurohuni që ekuilibri midis punës dhe jetës personale të përfshijë aktivitete që nxisin relaksimin dhe qëndrueshmërinë. Mjediset shoqërore mund të paraqesin mundësi formale. Harmonizoni angazhimet me aspiratat profesionale. Përqafoni lidhjet që mbështesin ambiciet, duke përforcuar vlerat dhe ndjekjet e përbashkëta. Qëndroni të hapur ndaj qasjeve fleksibile mes planeve të ngurta, duke lejuar rritje dhe përshtatshmëri. Mos harroni, përkushtimi juaj siguron përparim gradual, duke nxitur suksesin dhe duke krijuar themele të qëndrueshme. Lejoni që peizazhi i sotëm të ushqejë shpirtin tuaj të motivuar të britsjapit, duke ju udhëhequr drejt një ndjekjeje të pajpur të ambicieve me qetësi dhe besim. Ujori. Përqafojeni mendimin inovativ ndërsa Urani nxit kuriozitetin tuaj sot. Kërkoni zgjidhje jo konvencionale për probleme tradicionale, ndërsa idetë tuaja vizionare frymëzojnë të tjerët brenda fushave profesionale. Bashkëpunimi me grupe të ndryshme nxit progresin. Vlerësoni perspektiva gjithëpërfshirëse dhe nxisni diskutimet egalitare. Financiarisht, merrni në konsiderat mbështetjen e kauzave që përputhen me vlerat tuaja. Vlerësoni me kujdes investimet për ndikim të qëndrueshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë me stimulim intelektual. Angazhohuni në biseda që nxisin mendimin dhe që thellojnë lidhjet dhe ftojnë kuptime të reja. Përfitimet shëndetësore nga aktivitetet që balancojnë mendjen dhe trupin, eksploroni rutina që përfshin qartësinë mendore dhe lëvizshmërinë fizike. Në aspektin shoqëror, sharmi juaj i lindur krijon rrjete shpirtrash me mendje të ngjashme, të gatshëm për të mbështetur qëllimet kolektive. Përqafoni veçantinë duke lejuar që autenticiteti të udhëheqë përpjekjet tuaja. Mos harroni, fleksibiliteti plotëson inovacionin, duke siguruar që qasjet e pavarura por bashkëpunuese të lulëzojnë në jetën tuaj. Lëreni shpirtin tuaj të ujorit të lundrojë në dinamik me një hapje ndaj ndryshimit, duke besuar në fuqinë transformuese të njohurive dhe idealeve tuaja revolucionare. Peshqi. Ndikimet e Neptunit të sotëm zgjojnë kreativitetin dhe kërkimet shpirtërore. Zhytuni në shprehje artistike që lejojnë ndjenjat të dalin në sipërfaqe dhe të rrjedhin lirshëm, qoftë përmes pikturës, shkrimit apo muzikës. Profesionalisht, besoni intuitës kur lundroni në skenar të pasigurt, duke përfshirë qasje imagjinative për zgjidhjen e problemeve. Financiarisht, ruani praktikën me ëndrave. Monitoroni shpenzimet për të ruajtur rezerva. Marrëdhëniet thellohen me shkëmbime të dhëmshura. Ndershmëria emocionale forcon lidhjet me të dashurit.
Nga ana shëndetësore, ushqyerja e vetes suaj të brendshme me praktika restauruese, si meditimi, rimbush energjinë dhe balancon emocionet. Nga ana sociale, përqafoni thellësinë në biseda, duke nxitur mirëkuptimin dhe empatinë. Eksploroni vetëdijen përmes akteve të thjeshta të mirësisë ose mbështetjes së komunitetit. Akte që nxisin paqen e brendshme dhe kontribuojnë në harmoninë kolektive. Sot, emocionet fluide dhe imagjinata e gjallë udhëheqin udhëtimin tuaj. Mos harroni, ruajtja e ndjeshmërisë ndërsa mbështesni qëllimet tuaja inkurajon qëndrueshmërinë. Duke lejuar shpirtin e peshëve të notojë me hir nëpër ujërat e jetës, duke transformuar butësisht vizionet në realitete. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.